Në pamje të parë, politika shqiptare ngjan me një fushë pete ku dy armiq të papajtueshëm, Edi Rama dhe Sali Berisha, kërkojnë asgjësimin politik të njëri tjetrit. Por nëse gërmojmë nën sipërfaqen e zhurmës parlamentare dhe akuzave në distancë, shfaqet një strukturë tjetër, shumë e qëndrueshme, duumvirati. Në historinë romake, duumvirati ishte pushteti i ndarë mes dy burrave. Në Shqipërinë e vitit 2026, ky term nuk përshkruan një miqësi, por një partneritet në konflikt, një simbiozë ku secili ka nevojë etike për tjetrin që të mbajë në këmbë kështjellën e vet politike. Edi Rama ka mbi një dekadë që ushqen narrativën e tij me figurën e Sali Berishës, por kryeministrin Berisha është gogoli i përsosur, frika prej të cilit mban të bashkuar votuesit e majt dhe neutralizon kritikët brenda llojit. Nga ana tjetër, për Berishën Rama është shënjestra që jep kuptim ekzistencës së tij politike. Pa Ramën, revolucioni i Berishës do të ishte një monolog pa audiencë. Pa Berishën, qeverisja e Ramës do të duhej të jepte llogari për dështimet pa pasur kë të fajsonte për të kaluarën. Funksioni më efikas i këtij duumvirati shfaqet kur në horizont lind një forcë e re. Sa herë që një grup të rinj, intelektualësh apo lëvizje qytetarësh tenton të thyejë dy polarin, makineria e duumviratit vihet në lëvizje. Pala në pushtet i etiketon si vegla të Berishës, pala në opozit i damkos si shërbëtor të Ramës. Rezultati është gjithmonë i njëjtë, asgjësimi i alternativës. Ky është një sistem i mbyllur që nuk lejon ajrosjen e politikës, duke lënë Shqipërinë në një telenovel të përsosur, ku aktorët ndrojnë vetëm kostumet, por jo skenarin. Në prapasken, aty ku nuk ka kamera, duumvirati funksionon me saktësi kirurgjikale. Kodet zgjedhore që favorizojnë kryetarët, listat e mbyllura që vrasin meritokracinë dhe reformat territoriale që mbron bastionet janë produkt i kësaj simbioze. Ata zgjen për gjithçka në ekran, por bien dakord për gjën më të rëndësishme, që për ta është fakti se rregullat e lojës nuk duhet të ndryshojnë në favor të qytetarëve. Kostoja reale e këtij duumvirati nuk matet me vota, por me pasaporta. Shqiptarët nuk po largohen vetëm për rroga më të larta, por sepse janë lodhur me një teatër ku e din fundin. Kur politika kthehet në një lojë mes dy personave që kanë marrë peng të ardhmen për të mbrojtur të shkuarën, apatia kthehet në normë dhe braktisja në zgjidhje. Pra duumvirati Rama Berisha është një pengmarrje e vullnetit të lirë. Për sa kohë që politika shqiptare do të sillet rreth këtyre dy poleve, rotacioni do të mbetet një iluzion dhe progresi një fjalë boshe. Shqipëria nuk ka nevojë për një fitues mes këtyre të dyve. Ajo ka nevojë për një sistem që i tejkalon ata. Për ta kuptuar deri në fund këtë duumvirat, duhet të shohim përtej asaj që na shfaqet në ekran. Filozofia moderne përdor termi simular, ka nga filozofi francez Jean Baudrillard, i referohet një kopjeje ose një imitimi të diçkaje, që në fakt nuk ka një realitet origjinal. Është një realitet i rrem që zëvendëson realitetin e vërtet deri në pikën sa njerëzit nuk e dallojnë dot më diferencën. Ajo që ne shohim janë flakadanët në parlament, klithmat për korrupsion dhe dosjet që fluturojnë nga foltoret, por kjo nuk është një luftë reale për pari. Është një shfaqje e dizajnuar me kujdes për të prodhuar emocion të militanti dhe për të shurdhuar qytetarin e thjeshtë. Kur akuzat bëhen aq të rënda sa askush nuk habitet më, ne kemi hyrë në hyperrealitet, një gjendje ku skandali zëvendëson skandalin, derisa asgjë nuk është më skandaloze. Ky konflikt është një simulakër e demokracisë. Ai na jep iluzionin e një gare, ndërsa në fakt është mekanizmi që mbron status quo. Në këtë teatr, roli i vetëm që i mbetet publikut është ai i spektatorit që paguan biletën me taksa dhe me emigrim, ndërsa aktorët e din fundin e skenarit që përpara se të ngrihet perdja. Duumvirati Rama Berisha funksionon pikërisht sepse ushqehet me këtë mjegull artificiale. Jo, ata nuk po zihen për ta ndryshuar Shqipërinë. Ata zihen që Shqipëria të mbetet kjo që është, një prom private e ndarë mes dy poleve që nuk lejojnë asnjë dritë të re të deportojë. Pra lufta që shohim nuk është e vërtetë. E vërtetë është vetëm kostoja që paguajmë ne, që mbetur peng të kësaj telenovele të përjetshme.